Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Habit mjeku, shega shëron këto 3 sëmundje, janë mosha që duhet t'i konsumojë urgjent. Nga të qenit një mbrojtje kundër të ftohtit deri te problemet të rënda, shega ka dëshmuar të jetë një mbrojtje e shkëlqyer për trupin ton. Ato janë të pasur me antioksidantë dhe për këtë arsye mund të luftojnë edhe shumë ndërhyrje që shkaktojnë inflamacione dhe dhimbje, ndërsa shumë përfitime përmenden janë disa nga vlerat e vërtetuara të shegës. Në këtë video do të rendisim mënyrat e dobishme që shega mund të ndikojnë në trupin tuaj sipas Elsajt dhe në shëndetin e përgjithshëm. Konsumi i shegës gjatë dimrit mund të mbajë larg viruset dhe problemet sezonale. Me lëngun e tyre, madje dhe me lëkurën e tyre, shegët mund të mbrojnë trupin nga patogjenët. Lëngu veçanërisht mund t'ju mbrojë nga tërheqja e ftohjes viruseve dhe ushqimi i dobët, duke mbrojtur kështu zgavrën e gojës. Gjithashtu ekstrakti i frutave, që është një burim i shkëlqyer i vitaminës C, ka treguar të jetë një mbrojtës i shkëlqyer kundër problemeve të sezonit. Shega ndihmon gjithashtu edhe në uljen e presionit të lartë të gjakut. Vetit antioksiduese të shegës janë zbuluar se reduktojnë me sukses hipertensionin dhe presionin e lartë të gjakut. Një studim sipas Elsajt ka treguar se ata që vuajnë nga këto gjëra duhet të konsumojnë të paktën 250 ml në ditë në mënyrë që të fillojnë të shohin rezultatet. Gjithashtu ato do të sigurohen që lëngu i shegës të jetë 100% natyral dhe pa sheqer të shtuar. Një mënyrë tjetër se si shega mund të ndihmojë në presionin e gjakut është përmes kaliumit. 100 gram sheg përmbajnë 236 gram kalium, diçka që ndihmon në ruajtjen e shëndetit të kockave dhe në funksionin e zemrës. Ato mund të përmirësojnë edhe problemet e tretjes. Njerëzit që luftojnë me sëmundjen e kronit janë shumë të njohura me problemet e stomakut që rezultojnë në ulje të oreksit dhe humbje të peshës ndër të tjera. Arsye për këtë është grumbullimi i bakterieve brenda në stomak që rezultojnë në inflamacione të rënda. Një zgjedhje që shumë studime kanë gjetur të jetë dobishme është konsumi i shegës. Ekstrakti i frutit duket se është një mbrojtës i mirë kundër problemeve dhe bakterieve që shkaktojnë këto komplikacione. Mund të forcojë kujtesën tuaj, veçanërisht ata që vuajnë nga Alzheimeri. Ky ishte përfundimi i studimeve të Dr. Hartman, ku ai u dha pilula shege personave të cilët bënin një operacion në zemër. Pilula e parë është dhënë 1 javë para operacionit dhe e dyta 6 javë pas. Pacientët vunë re se kujtesa e tyre ishte 100% e paprekur dhe madje edhe më e mirë se më parë. Nga ana tjetër, personat që nuk morën pilula përjetuan humbje të pjesshme të kujtesës pas operacionit. Dr. Hartman shkoi edhe më tej, duke thënë se ai kishte disa prova se pilulat ndihmuan në krijimin e më shumë neuroneve në tru, por kjo nuk do të thotë se ai gjeti një kurë për Alzheimerin. Thjesht do të thotë se konsumi i shegës që në moshë të re mund të ketë përfitime të mahnitshme në procesin e kujtesës. Shega ka përfitime të mira edhe në luhatjet e sheqerit në gjak. Është zbuluar se nivelet e larta të sheqerit të lidhura me diabetin mund të kontrollohen thjesht duke ngrënë një sheg çdo ditë. Këto fruta mund të reduktojnë stresin oksidativ që është shkaku kryesor i diabetit. Ato gjithashtu reduktojnë lloje të keqe të kolesterolit duke ndihmuar në ruajtjen e niveleve relativisht të ulta të sheqerit në gjak. Megjithatë, personat me diabet duhet të jenë shumë të kujdesshëm me marrjen e përditshme të shegës. Në fund të ditës përmban sheqer, diçka që mund të konsumohet edhe në sasi shumë të ulta, por duhet të tregoheni të vëmendshëm me konsumin e tyre. Shega përmirëson shëndetin e kockave dhe redukton gjithashtu edhe problemet e dhimbjeve nga artriti. Në një studim të vitit 2011 u zbulua se vaji i farës së shegës mund të lehtësojë ndjeshmërinë e kyçeve. Por më tepër, shkencëtarët kanë gjetur prova të rëndësishme që tregojnë se antioksidantët e frutave mund të luftojnë me sukses artriti. Por jo vetëm kaq, mund të përdoren nga kushdo për të rritur forcën edhe funksionin e kockave të tyre. Kjo u vërtetua edhe më tej në një studim të vitit 2016, ku pjesëmarrësve u dha mesatarisht 200 ml lëng shege në ditë. 6 javë më vonë, subjektet vunë re se ngurtësia e tyre të kockave u ul dhe funksioni i tyre fizik u rrit ndjeshëm. Por nëse merrni medikamente të caktuara, përpara se të konsumoni sheg, duhet të konsultoheni më parë me mjekun tuaj.
Të gjithë njerëzit të cilët pinë një gotë me lëng shege çdo ditë për 2 javë, përjetojnë në një rritje të hormoneve që nxisin energjinë dhe qarkullimin e vrrullshëm të gjakut. Këtë e kanë konfirmuar edhe veç shkencëtarët. Një studim i Universitetit Queen Margaret të Edimburgut konfirmoi se lëngu i shegës funksionon si një pije energjike shumë natyrale në dobi të shëndetit tuaj. Për të arritur në këto konkluzione, shkencëtarët analizuan performancën dhe të dhënat e një grupi personash të moshës nga 21 deri në 64 vjeç. Në fund të studimit, të gjithë pjesëmarrësit patën një rritje të vlerave ushqyese që janë të dobishme për balancimin e hormoneve plus vitalitetin e përgjithshëm. Përveç vetë rregullimit hormonal, studimi rezultoi edhe me rritje të humorit të mirë dhe energjisë së organizmit. Shega dhe lëngu i saj bëjnë mrekullim për nivelin e hormoneve si testosteroni tek meshkujt dhe estrogeni tek femrat. Testosteroni ndihmon në përmirësimin e humorit dhe të kujtesës, thonë studiuesit. Pas pirjes së 2 javëve të këtij lëngu, niveli i këtij hormoni rritet me 16 deri në 30%. Pjesëmarrësit treguan se ishin në humor më të mirë dhe ndjenjat e tyre negative ishin shuar. Estrogeni është një hormon shumë i nevojshëm për trupin e çdo gruaje për të qëndruar të forta, energjike dhe me një cikël të shëndetshëm. Sipas të dhënave, studime të mëparshme mbi rolin e lëngut të shegës kanë veçuar rëndësinë e tij për shëndetin e zemrës dhe qarkullimit të gjakut. Ky superfrut lufton edhe disa forma të rënda të problemeve, lehtëson simptomat e osteoartritit dhe lehtëson probleme me stomakun. Ai është i pasur me antioksidantë, vitamina, minerale, të cilat përmirësojnë shëndetin e njeriut nga kokat e këmbët. Rekomandohet pirja e një gote 250 ml lëng shege çdo ditë për të pasur përfitime afatgjata. Deri më tani ekspertët tregojnë se nuk nevojiten doza standarde ditore të lëngut të shegës, me parafërsisht një sasi prej 250 deri në 350 ml lëng shege në ditë është jo vetëm i shëndetshëm, por edhe i sigurt për konsum. Megjithatë, është e rëndësishme që të sigurohuni që lëngu që po përdorni është 100% shegë e pastër dhe jo e gatshme me sheqerna të shtuara. Për të mësuar për këtë arsye është e rëndësishme që shegën ta keni pjesë të dietave tuaja të përditshme, duke ditur kështu edhe rëndësinë e madhe ushqyese që ajo bart. Shega është një nga frutat më të pasur të sezonit dhe si e tillë mund të ofrojë vlera të shtuara për organizmin. Është treguar që doza ditore e ekstraktit të shegës, nga i cili më së shpeshti e konsumoni, mund të ndihmojë në uljen e një sër komplikacionesh. Shkencëtarët e konsiderojnë atë se redukton edhe komplikacionet lidhur me shëndetin e zemrës. Përveç dobive për zemrën dhe enët e gjakut, përbërësit e shegës pengojnë rritjen e problemeve të gjirit, prostatës, zorës së trashë e të tjera. Përfshirja e shegës në dietën tuaj do të veprojë si një antioksidant. Kokrat e vogla të ëmbla, të cilat gjenden te shega, jo vetëm që përmbajnë vitaminën C, por janë gjithashtu të pasura me substanca të tjera të rëndësishme. Acidi punik, një antioksidant që gjendet te shega, dhe disa ushqyes të tjerë, mund të jenë të dobishëm në trajtimin e obezitetit, diabetit dhe sindromës metabolike. Sipas një studimi të vitit 2014, potenciali antioksidues i lëngut të shegës është më i madh se te vera e kuqe. Lëngu i shegës ndihmon gjithashtu edhe për problemet e zemrës. Antioksidantët të shega parandalojnë akumulimin e depozitave yndyrore rreth arterieve. Ky grumbullim mund të çojë në sulm në zemër dhe probleme të tjera të zemrës. Shega gjithashtu punon për të ulur presionin dhe farat e saj përmbajnë një sasi të mirë të fibrave që ul kolesterolin. Ato përmirësojnë koagulimin e gjakut. Gjysmë filxhani me lëng shege çdo ditë rekomandohet edhe fal vitaminës K që ato përmbajnë. Ky mikronutrient është i rëndësishëm për koagulimin e duhur. Me fjalë të tjera, konsumi i shegës në mënyrë të rregullë në dietën tuaj do t'japë rezultate paraprakje shumë të rëndësishme në rritjen e vlerave të trupit. Ndaj mos nguroni që ta konsumoni sa është e sezonit, në mënyrë që të merrni vlerat e saj dhe të evitoni gjithashtu një sër komplikacionesh. Nëse merrni medikamente të caktuara para konsumit, konsultohuni me mjekun tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like.
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.